Kalojmë te një kronik nga Kosova, ku përfaqësues vendas dhe ndërkombëtar i bën thirrje qytetarëve që të mos kërkojnë strehim në vendet e Bashkimit Evropian, sepse nuk mund të arrijnë një synim të tillë. Po ashtu ata paralajmëruan masa të rrepta ndaj personave të përfshirë në trafikun me emigrantë të paligjshëm. Ndonse askush nuk ka të dhëna të sakta për numrin e personave që përpiqen të largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, organet e rendit pohojnë se në muajt e fundit është shënuar një rritje e përpjekjeve të tilla. Diplomatët perëndimor po i kërkojnë ndërkaq autoriteteve që të merren me faktorët që nxisin emigrimin si papunësia në vend të parë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë bën thirrje kundër emigrimeve të paligjshme të qytetarëve për në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa paralajmëruan masa të rrepta ndaj grupeve dhe individëve që mund të jenë përfshirë në trafikun me emigrantë. Komentet pasuan shqetësimet në rritje për shtimin e numrit të personave që po përpiqen të largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet thonë se grupe qytetarësh po shfrytëzojnë territorin e Serbisë për të kaluar në Hungari dhe prandaj në ndonjërin nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Ambasadorët e Gjermanisë dhe Austrisë diskutuan sot me ministrin e Brendshëm të Kosovës për këtë çështje, duke tërhequr vërejtjen se qytetarët e Kosovës nuk mund të fitojnë strehim në vendet e Bashkimit Evropian. Ambasadoria gjermane Angelika Bies tha se qytetarët e Kosovës edhe pse në gjendje të rëndë ekonomike nuk kanë të drejtë në strehim. Sind allein in diesem Monat, also bis zum 15. Dezember, ungefähr 4.650. Nga muaji janar deri me 15 dhjetor, 4.500 qytetarë të Kosovës e kanë lëshuar Kosovën nëpërmjet Serbisë dhe kanë depërtuar në Hungari, ndërsa në Gjermani janë parashtuar 5.000 kërkesa për strehim, tha ajo, duke nënvizuar se shtimi i numrit të strehim kërkuesve do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Edhe ambasadori austriak tha se rreth 1.000 qytetarë të Kosovës kanë kërkuar strehim në Austri, ndërsa vetëm në muajin dhjetor janë parashtruar mbi 300 kërkesa. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënderaj Hyseni tha se qeveria ka të qartë se cilat janë arsyet që mund të shtyjnë qytetarët të provojnë kalimin e paligjshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Qytetarët e Kosovës po paguajnë para të majme, po shesin prona për ta futur vetveten në telash. Dhe unë ju bëj thirrje që të mos e bëjnë këtë. Sepse në 99.9% të rasteve asnjërit nga ta nuk do t'i garantohet azil në vendet ku po mbërrin. Të gjithë do të kthehen më të varfër se që kanë shkuar. Ai u bëri thirrje qytetarëve të mos bien prej grupeve që po përfitojnë mbi fatkeqësinë e tyre, ndërsa për trafikantët tha se ka një porosi. Që për kriminalët dhe gjithë ata që janë kyçur në veprime jo ligjore në këtë proces, kam një selam për ta, janë ditë këqijatuar për ta. Do të përdorin çdo instrument ligjor në dispozicion, që t'i ndjekim, t'i zbulojmë dhe t'i arrestojmë. Diplomatët evropianë në Prishtinë kërkuan qeverisë së re të merret edhe me faktorët shtytës për emigrimin. Të martën, Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian në përfundimet e tij për Kosovën theksoi se nevoja për reforma strukturore dhe ekonomike që trajtojnë shkallën e lartë të papunësisë është duke u bërë urgjente. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.